Me ne në studio është Bekim Brestovci, që është drejtori i inspektoratit në komunën e Prishtinës, e cila punë nuk lidhet direkt me atë që është në kompetencë të Ministrisë së Punës, por disa kompetenca natyrisht që janë të ndara, sa i përket pushtetit lokal dhe pushtetit qendror. E rëndësishme është që problemet ekzistojnë dhe ato po na përcjellin në vazhdimsi. Bekim, mirë se erdhe. Mirë se vjen, faleminderit për ftesën. Faleminderit nga ana juaj. Disa kompetenca të cilat i keni pas me një vendim në janar të 2025, ato kaluan në kuadër të pushtetit qendror. Sidoqoftë, ju keni kompetencat e juaja sa i përket inspektimit të objektit deri tek ndërtimi i tij. Dhe edhe në këtë aspekt nuk duket që është puna mirë në terren. Fillimisht dua ta përshëndes këtë aksion të cilin e ka filluar Ministria e Punës, sepse ka qenë ndoshta koha e fundit për të marrë masa sa më rigoroze ndaj të gjithë atyre që nuk respektojnë masat e sigurisë në punë. Ndoshta me vonesë, si aksion? Mendoj që ka qenë dashur në një format të tillë të ndodhte edhe shumë më herët, po më mirë që ka ndodhur tani sepse me vonesë po por ne kam një breng tjetër. Sa që mos të ndodhte. Po, si aksion tepër i rëndësishëm, por po e kam frikën që do të përfundojnë këto 2 javë, 15 ditë dhe e rëndësishme është që kemi qenë në vazhdimsi dhe mos me u leju me u bë diçka që është bë deri sot. Unë jam optimist dhe me vetë faktin që ka fillu dhe ka marrë një kohje serioze, një lloj i tillë i kontrollit, që ka me prodhu një efekt pozitiv, që ka me pas edhe vedisim të kompanive ndërtimtare, sepse kemi pasur shumë raste ku njerëzit, punëtorët kanë humbur dhe jetën si shkaki mosmarrjes së masave të sigurisë në kohë. Pra, nga ana jonë, si Inspektorati i Kryeqytetit, ne e përshëndesim këtë iniciativë dhe shpresojmë që kjo të jep rezultatin e vet dhe të jetë një punë në kontinuitet që këto masa të sigurisë të respektohen. E thatë edhe ju që ne i kemi kompetencat e ndara në kuadër të Inspektoratit të Kryeqytetit, funksionojnë 2 sektorë, është sektori i ndërtimit dhe sektori i rendit komunal. Sektori i ndërtimit natyrisht mirret komplet me inspektimin në të gjitha fazat të procesit të ndërtimit të një objekti i cili është me leje ndërtimore nga Drejtoria e Urbanizmit. Pra duke filluar edhe me rënimet e objekteve të cilat ndodhin në shumicën e rasteve paraprakisht, pastaj edhe me gropat ndërtimore, me hapjen e gropave ndërtimore, sigurinë e gropave ndërtimore, me fazat komplet implementimit të ndërtimit sipas lejes ndërtimore, në kuadër të Inspektoriatit të Kryeqytetit pastaj bëhet edhe inspektimi final dhe në fund jepet edhe certifikata e përdorimit që është e njohur për opinionin një farforme si certifikata e pranimit teknik. Që s'po ndodh në Prishtinë pranim teknik, ndërtesat e reja, nuk e di nëse ka? Po, kemi në përditshmëri kërkesa, kemi një numër të madh të atyre që i drejtojnë inspektoriatet me kërkesë për inspektime finale dhe në ato besoj që jemi mirë duke i trajtuar në një afat tepër të shkurtë kohë. Kjo varet domethënë nga pronari, si ka përfunduar kemi devijime të mëdha të kohërave të mëhershme që shumë prej investitorëve i kanë përfunduar objektet, i kanë dhënë në shfrytëzim, gjë e cila është komplet në kundërshtim me ligjin, sepse një objekt nuk do duhet të jepte në përdorim në asnjë para se të bëjë inspektimi final dhe të jepë certifikata e përdorimit dhe të kalonte në pronësi pastaj njësia banesore tek blerësi. Këtu jemi duke punuar, jemi duke hartuar tani një strategji të re dhe ne po pretendojmë, nuk dia do ja dalim këtë vit, nuk po jap fjalë publike, ka shumë punë aty. Me siguri që po, dhe do marrim masa parandaluese që objektet në asnjë formë mos të jepen në shfrytëzim tek blerësit para se ndërtuesi apo investitori i ketë kryer të gjitha obligimet e në këtë varg hyn natyrisht edhe inspektimi final, që është faza finale e inspektimit ku bëhet pastaj përllogaritja e çdo pjese që është punuar aty dhe natyrisht edhe të gjitha aspektet teknike duke u marrur përbazë dhe jepet certifikata e përdorimit e cila është parakusht pastaj për bartjen e pronësisë tek pronari. Ne duhet të marrim hapa të tillë sepse fatkeqësisht kemi edhe raste kur në objekt akoma hasim në ndërtime të vrashta, ndërsa lokalet poshtë veç kanë filluar të jepen në shfrytëzim. Baza u kry, kati i parë, vazhdon punën. E kemi evidentuar si një ndër banesa në katë parë vazhdon të hap një lokal. Si një ndër çështjet prioritare me të cilat duhet të mirret Inspektorati i Kryeqytetit. Po, a mund ta bëni 11 inspektor? A i keni kapacitetet, ndërsa e dim që ka shumë punë, ka shumë probleme? Fatkeqësisht kemi numër të vogël të inspektorëve për tër atë punë që tani veç ja kemi obligu vetës për të realizuar këtë vit dhe vitet në vim. Mirë po, unë kam përgadit tani një riformatim të inspeksionit dhe i kemi para pa dhe krijimin e disa njësive të veçanta
në kuadër të sektorit të ndërtimit, po edhe në kuadër të sektorit të rendit komunal. Kështu që mendoj që së shpejti do e kemi edhe këtë riformatim, do kemi mundësi për kundër vështërsive tepër të mëdha buxhetore që kanë me na përcjell edhe në vitin 2026, mirë po besoj që do e kemi kogja prioritare në nivelin komunal, që është inspektoriati dhe shtimit të kapaciteteve të inspektoriatit, sepse në një farë forme pushteti i nivelit komunal është vetë inspektoriati dhe nëse kemi një inspektoriat të mirë organizuar, nëse kemi një inspektoriat me kapacitete të mjaftueshme, atëherë do mrrim edhe të krijojmë një frym parandaluese të shumë dukurive negative, siç janë edhe ndërtimet pa leje, po do mrrim natyrisht në kohë të inspektojmë edhe objektet dhe të parandalojmë dukuritë që janë shumë negative, siç ishte edhe rasti që përmendëm paraprakish, një objekt i cili nuk ka inspektim final, nuk ka certifikat të përdorimit të ipet në shfrytëzim, do thotë është komplet konform jashtë çdo rregulle dhe çdo norme ligjore. Prishtina po vazhdon të ndërtohet, ndërsa ju po inspektoni, domethënë deri në atë pjesën e punës finale, pothuajse. Kjo është edhe kompetencë e juaja. Si shihni, si po bëhen këto punime? A ka shumë devijime nga plani, nga leja e ndërtimit që është marrë në bazë të projektit, sepse po shohim edhe raste të tjera të cilat na ndodhin, shembje tokës e dheut në një pjesë ku natyrisht ndërtimet themi ndoshta jo cilësore ose duke i atij planit fillestar që është marrë leja, dhe këto natyrisht që mund të kenë pasoja, po kanë, por mund të kenë edhe më të mëdha dhe për jetët e vetë njerëzve. Po, Prishtina natyrisht e ka një dinamik tepër të shtuar të ndërtimit. Vetë fakti që në vitin 2025 janë dhënë leje ndërtimi për 1.5 milion metra katror, ndërtim të ri, do thotë flet për një dinamik. 5 milion metra katror. 1.5 milion. Mu duk që the 5 milion metra katror ndërtim të ri, vetëm në vitin 2025, flet për një dinamik kogja të shtuar të ndërtimit. Natyrisht është obligimi jonë që të inspektojmë në faza të ndryshme që të gjitha punimet të kryen konform lejes, e cila është dhënë nga urbanizmi, lejes ndërtimore. Mirë po, kompetencë kryesore dhe obligim kryesor ligjor për mbarvajtjen e krejt çështjes në vend punishte është organi mbikëqyrës, i cili përcaktohet nga kompania ndërtimore dhe nga investitori, sepse ata janë përgjegjës për çdo etapë dhe për çdo punë që bëhet në vend punishte dhe janë të obliguar ta respektojnë në përpikshmëri komplet lejen ndërtimore, ashtu siç është e paraparë. Kemi raste. Por duhet me mbikëqyra, jo sepse jo çdo herë duhet besu në ato që. Kemi raste, natyrisht ne obligimin tonë të inspektimit e bëjmë në faza të ndryshme. Që të mos ketë nevojë më pas me shku në rënim, natyrisht dhe marrim masa konform atyre mundësive ligjore që ne i kemi, siç janë edhe gjobat mandatore, pastaj shpesh edhe vendime për ndërprerje të punimeve, kemi raste kur i kemi mbyllë edhe gropat ndërtimore, tani kur po flasim veç po ndodh një mbyllje në gropa ndërtimore për shkak të pasigurisë që ka shkaktuar për banorët përreth. Kemi raste kur edhe kemi kërkuar pezullim të lejes ndërtimore nga urbanizmi, kemi raste në 2-3 muajve të fundit ku kemi kërkuar dhe janë pezulluar 2 leje ndërtimi për arsye që investitorët dhe firmat e ndërtimit nuk i kanë respektuar normat e sigurisë në vend punishte. Nga muaji janar deri në muajin mars, inspektoriati ka qenë i organizuar dhe i ka vizituar të gjitha vend punishtet dhe të gjitha vend punishteve u ka lënë urdhëresa për respektimin e elaboratit të sigurisë të grupave ndërtimore, mirë po fatkeqësisht kemi raste kur këto përkundër xhabitjeve, përkundër vendimeve që i marrim, nuk respektohen në tërësi dhe një rast të tillë kemi patur para 2 javëve, ku kemi pasur edhe një shembje mos them të dhejut, ka qenë shembje e pilotëve të cilët e kanë për detyrë që të jenë një farmase mbrojtëse e shembjes së dhejut apo e shembjes së rrugës në këtë rast. Mirë po aty kemi pas 2 defekte, njëri ka qenë teknik, të cilin e ka prodhu vetë kompania e ndërtimit dhe ka qenë neglizhencë e organit mbikëqyrës, sepse nuk i ka implementuar vendosjen e pilotëve sipas lejes ndërtimore që është dhënë, për çfarë edhe besoj që do bartë përgjegjësinë e duhur. Mirë po në anën tjetër kemi pas edhe një ndikim të një faktori tjetër që ka qenë një gyp i dëmtuar i ujit, i cili pastaj në masë të madhe ka sjellë rrjedhje të ujit, e ka rrit problemin, e ka bërë dhejën më të densuar dhe presioni pastaj i dhejut dhe i ujit
po edhe mos vendosja e pilotëve në mënyrë adekuate ka çu deri te shembja atyre pilotëve. Ka qenë fat i mirë që atë ditë nuk ka qenë ditë pune, nuk ka pas punëtor në atë grupë ndërtimore, nuk kemi ndonjë të lënduar apo edhe me fatalitet. Ka qenë fati. Mirë, po ka qenë një sinjal shtesë për neve, për inspektoriatin, po natyrisht edhe për kryeqytetin që të mirën masa shtesë. Dhe pas këtij rasti, siç është tani në dieni edhe opinioni publik, kryetari Rama ka kriju, duke e njoftë kapacitetin e mangët të inspektoriatit në njerëz, atëherë e ka rrit kapacitetin dhe ka marrë kuadra të profesionalizuar edhe prej drejtorive tjera, prej drejtorisë urbanizmit, drejtorisë infrastrukturës, drejtorisë së transformimit dhe drejtorisë për siguri dhe emergjencë, është kriju një ekip e përbashkët, numerikisht shumë e madhe dhe ata brenda një jave i kanë vizituar 84 vend punishte. Si është gjendja mbas raporteve që i keni marrë në këto vend punishte? I kemi dikon 10 ose 11 vend punishte, të cilat nga ky grup punues janë karakterizuar si vend punishte me rrezik të lartë. Nga këto 84? Nga këto 84. Tani mas pranimit të këtij raporti, natyrisht që është pastaj në obligim të inspeksionit të kryeqytetit që t'i merr masat e duhura. Inspektorët tani veç që ka disa ditë që janë në teren, janë në vend ngjarje, po mirën me secilin vend punishte veç. Disa nga ato natyrisht me siguri që do mbyllen me dhej për të krijuar pastaj parakushtet për të vendosur pilotat mbrojtës. Disa të tjera ndoshta janë me mundësi të sanimit të gjendjes ekzistente, pa pas nevojë me mbyll, po nëse do ketë nevojë, do kërkojmë te njëra ose tek tjetra edhe të bëhet pezullimi momental i lejeve ndërtimore. Po, sa do të respektohen këto, sepse në opinion çdo herë flitet ajo që zakonisht ata që ndërtojnë kanë lidhje të forta qoftë në instancat më të larta dhe nuk është që merren shumë parasysh as nëse ju pezullot puna, pas një kohë ata sërish do t'i gjejnë ato burimet e tyre të lidhjeve dhe do të vazhdojnë sërish punimet. Do ta lejoni një gjë të tillë? Po e them me shumë përgjegjësi që kjo nuk ka të bëjë me a e njeh dikon as e njeh dikon, a është dikush i fuqishëm apo s'është i fuqishëm, është me të vërtetë ndoshta një bindje që është kriju tek qytetarët. Mirë, po ne kemi mundësi të limituara ligjore për të ndërmarrë masa, për të parandaluar çdo gjë që do donim ta parandalonim, sepse ne udhëheqim procedura administrative dhe procedurat administrative i kanë disa etapa të cilat pastaj ka disa që i keqpërdorin, sepse ne shqiptojmë ta zëm gjoba mandatore të cilat fillojnë dikun me 500 euro dhe dikun për një ndërtues një gjobë prej 500 eurove ndoshta nuk është domethënë se por a guxon ai që ta vazhdoj punën domethënë. Pastaj kemi raste kur ne vendosim edhe shirita parandalues me një vendim për ndërprerje të punimeve, i cili në raste ndodh që edhe nuk respektohet prapë dhe me kryenesi tentojnë që të vazhdojnë prapë me punimet. Neve nuk na mbetet prapë tjetër përveç të vazhdojmë me procedurë tjetër, të ngrisim kallëzim penal dhe të drejtohemi prokurorisë. Dhe në rastet ekstreme kur shohim që nuk po respektohen vendimet e inspektoriatit, atëherë natyrisht i drejtohemi urbanizmit me kërkem të pezullimit të lejes ndërtimore derisa të krijohen parakushtet e sigurisë normale dhe i jepet pastaj mundësi investitorit që të punojë vetëm kemi raste. Rast shembje për shembull ka ndodhur që keni shembur sepse nuk i ka plotësuar gjitha këto kushtet? Kemi vetëm këtë rastin e shembjes që ndodhi para 2 javëve, tek aty rruga Malush Kosova. Ky ka qenë rasti i vetëm i cili po them e ka ngritë edhe pak këtë entuziazmin tonë për të punuar më fuqishëm tash në sanimin e këtyre problemeve. Mirë, po kemi qenë, them të drejtën, të ankohen duke u marrë me këtë problematikë edhe kemi raste të evidentuara që janë edhe dëshmi të gjalla, edhe kur kemi mbyll grupa, edhe kur kemi tërheq leje ndërtimore, edhe kur kemi bë kallëzime penale, edhe kur ju kemi drejtu gjykatës për shqiptim të gjobave kundër vajse deri në 30.000 euro, do thotë të gjitha këto procese janë që i ka inspektoriati në dorën e vet dhe në mundësinë e vet, po nuk ka mundësi për te kësaj. Shkoj. Ku kush vazhdon kompetenca më pas, sepse qëllimi është mos me u leju diçka e tillë, domethënë puna më shku deri në fund. Në rastet kur ne i drejtohemi prokurorisë me kallëzim penal, pastaj ngelet në dorë të prokurorisë që të vazhdojmë me procedurën e saj dhe nëse do kishim pas pak më shumë efikasitet edhe nga ana e prokurorisë që këto kallëzime penale të trajtohen në mënyrë sa më shpejt, sepse ne kemi raste kur një gjë e tillë por e rëndësishme është ai nuk mund të punojë, të vazhdojë punën aty. Ai sipas vendimit që inspektoriati nxjerr nuk do kishte të drejtën të punojë, por ndodh raste kur edhe punojnë. Kjo është esenca. Po që puna po kryhet. E kemi tani tek fshati ndërkombëtar një rast, një kompani ndërtimi të cilën ne e kemi ndaluar me vendim.
Mirë po në një periudhë kohore ka vazhdu me punu edhe pas vendimit tonë, ne pastaj kemi marrë masa tjera, kemi dalë prap teren, kemi bërë kallëzim penal, këtë rast është involvu bukur shpejt edhe prokuroria e shtetit, janë intervistu edhe... Po, keni bashkëpunim të mirë, sepse në rast e tilla duhet me pas bashkëpunim, sepse është kyçje siguria e jetëve të njerëzve. Vullneti ekziston i të dy palëve, po siç dihet gjithkohë në administratën shtetërore ka mungesë të stafit dhe në mungesë të stafit natyrisht që zgjatja është bukur e gjatë për të marrë veprimet e duhura të cilat do ishin parandaluese, sepse unë mendoj që është mirë që të ndodhin parandalimet e dukurive negative se sa pastaj të mirëmi me sanimin e dëmeve që shkaktohen. Të njëjtën situatë kemi edhe tek ndërtimet pa leje, edhe tek ndërtimet pa leje është rregulluar ligjërisht në atë formë, nëse sot ne hasim në një ndërtim pa leje, veprimi i parë që ne e marrim është që të nxjerrim një vendim për ndalim të punimeve dhe ky vendim për ndalim të punimeve jep të drejtë personit, palës në këtë rast për neve, që ai të provojë që në një afat të saktuar kohor të pajisjet me leje ndërtimore. Dhe për këtë mirët vetëm vendimi ndërprerjes së punimeve. Mirë po kemi raste kur pala nuk e respekton këtë vendim të ndërprerjes së punimeve dhe ata vazhdojnë me punime dhe nëse ne konstatojmë pastaj që ka pas avancim të punimeve mas nxjerrjes së vendimit të parë për ndërprerje të punimeve, atë shkohet me një vendim për rënim. Po edhe ky vendim ka një masë juridike, një afat ankese 15 ditore në komisionin e ankesave, pastaj vije trajtimi prej komisionit të ankesave dhe këtu më së shpeshti palët e devijojnë procesin, sepse ata nuk ndalen me punën, ndërsa ne jemi në afatin e një masë juridike të cilën duhet ta respektojmë. Edhe po e ndërlidhi këtë me një çështje, sepse para një jave kemi rënuar 3 shtëpi në Hajvali, edhe e kemi publikuar dhe kam pa komente të shumta nga qytetarët të cilët kanë thënë pse nuk është rënu në fazën fillestare, po kanë prit me i ndërtu e pastaj kanë rënu. Ne në fakt kanë qenë krejt në fazën fillestare kur e kemi nxjerrë vendimin për ndalim të punimeve. Edhe pastaj gjatë krejt respektimit të afateve kohore që ne i kemi obligim ligjor me respektu, ata kanë përparuar, na kanë pru në çat fazë kur pastaj ndërhyrja jon me vendim për ekzekutim të rënimit, ato objekte i ka gjetë thuajse në fazën përfundimtare. Për rënime kisha fjalën në shembje, në Shqipëri përdor shembe, po për rënime kisha. Në ndërtim pa leje i mall që e keni rënuar më pas sepse nuk ka plotësuar kushtet. Po ne tani kemi një listë goxha të gjatë të objekteve të cilat janë evidentuar si objekte të ndërtuara pa leje kohën e fundit. Jemi edhe sot duke rënu, kemi rënu edhe dje, kemi rënu edhe javën e kaluar, do rënojmë edhe javën e ardhshme edhe 3-4 javët e ardhshme me siguri për të mbërri, për ta përmbush këtë listë. Kemi qenë nga tetori i vitit 2025, një periudhë kohore pa leje, pa kontratë për rënim të objekteve dhe pak na ka eskaluar situata. Tash e kemi lidh një kontratë me ndërmarrjen publike banesore dhe po tenderojmë tani edhe një kontratë të re për ta kyçur edhe ndonjë operator ekonomik privat, sepse ndërmarrja publike banesore jo gjithherë është e pajisur me të gjitha mjetet adekuate të cilat nevojiten për rënime. Mirë po jemi të shku bukur mirë edhe në këtë drejtim, e që lutja ime ndaj qytetarëve do ishte që me të vërtet mos kemi dukuri të tilla sepse nuk do jemi tolerant në asnjë formë. Dikuj mundet më kriju bindja që nuk po bëjmë punë, po ne po bëjmë me të vërtet punë edhe këtu. Ose kur të vendosim me blendo një shtëpi në një apartament, vjen në komunë një herë ta shikojnë a është në rregull apo jo se. Patjetër duhet me u pa plani urbanistik. Shikohet sot blet shtëpia e nuk është bën ndërtesa. Po janë shitur. Po kemi ka një procedurë të mundësisë së legalizimit të objekteve dhe këtu palët pastaj kanë keq interpretu të shumtën e rasteve sepse është shty afati kohor i aplikimit për legalizim deri në fund të vitit 2026. Mirë po kjo nuk parashef legalizimin e objekteve të ndërtuara pas shtatorit të vitit 2018. Do të kështyrja e afatit për aplikim për legalizim ka të bëjë vetëm me objekte të ndërtuara deri në shtator të vitit 2018. E ata që kanë marrë banesa më herët do të mbeten. Ndërsa disa qytetarë shoh që kanë kriju bindjen që nëse ai e ndërton një objekt edhe ka dërgu kërkesën për legalizim, mund të shpëtoj rënimit të këtij objekti, që nuk është as pak e vërtetë. Do thotë të gjitha objektet e ndërtuara mbas shtatorit të vitit 2018 nuk janë pajisur me leje ndërtimore,
ekziston rreziku potencial për rënimin e të gjithë atyre. Nëse vesh nuk aplikojnë, domethënë nëse nuk i përmbushin. Nuk kanë ata mos se çfarë mundësi me përmbush. Ato që janë ndërtu pa leje ndërtimore pas shtatorit të vitit 2018, pa leje ndërtimore. E qartë. Më duket që kanë shumë. Ka pa leje ndërtimore, por ka shumë edhe të atilla që kanë pas leje ndërtimore, por që janë shmang më pas atyre lejeve, nuk kanë ato fleta posedues, si quhet ndryshe, nuk është bërë legalizimi. Kjo është problem shumë i madh dhe shumë qytetarë përballen me këtë. Shumë banesore janë të tilla, ato janë me leje ndërtimore sepse nuk do lejoj pa leje ndërtimore edhe para. Dhe që po besoj që këtu duhet me u bë punë më shumë. Mirë, po nuk e kanë çu deri në fund përmbushjen e obligimit të tyre, siç e thash inspektimin final. Po pra, që pronari ka vepruar sipas dëshirës së tij. Komuna nuk është domethënë që ka ndërmarrë masa ndoshta shumë rigoroze që me detyru një pronar të tillë që me përfundu, apo kemi një ide të cilën tani jemi duke e diskutuar në nivelin komunal që pronarëve të pamundsohet bartja e shpenzimeve tek blerësit para se ata të pajisen me certifikat. Edhe pse këto bartje janë bërë veç blerësit. Po flasun për ta shëtutje. Po flas për ta shëtutje, sepse nëse investitorit i mbetet barë komplet pagesa e tatimit në pronë për krejt njësitë banesore, të cilat ai ka ndërtu, po dhe taksa tjera komunale, dhe ndoshta të bëjmë edhe marrëveshje edhe me KEC-in që objekti për derisa nuk e ka pranimin teknik të mos furnizohet me energji elektrike, atëherë kemi kriju para kushtet që investitori të obligohet që të ndërmerr këta hapa. Përndryshe fatkeqësisht ka ndodhur deri më tani ajo çfarë nuk do duhet të ndodhte. Biseduam pak gjatë, natyrisht ka edhe shumë çështje që diskutohen kur hyjmë tek këto tema sepse probleme ka sa dush, por s'do me mbyll këtë bisedë pa e diskutuar vetëm edhe një çështje atë të mbeturinave, duke shfrytzuar prezencën e juaj, qoftë të këtyre mbetjeve inerte, qoftë mbeturinave të tjera të objekteve, çfarë t'ju themi të ambisrisë, të mobiljeve të ndryshme të cilat i shohim afër shportave të bërllogët në çdo kënd të Prishtinës. Në një farë mënyrë kompetencë pak e përzier, apo nuk është një vend, një deponi ku veç qytetari mund ta bëjë këtë, andaj ai po e shfaqson veten duke i lënë ato vende pa vend. Apo pinë një kafe me ministrinë ajo për këtë çështje. Jo që po du me shfaqsu komunën nga kjo pjesë, mirë, po momentalisht komuna ka më spaku faj në krejt këtë katrahur të krijuar. E para do të themi qytetarëve që deponin e mbeturinave e menaxhon niveli qendror dhe niveli qendror vendos që cili lloj i mbeturinave mund të hyjë në atë deponi dhe cili lloj mbeturinave nuk mund të hyjë në atë deponi. Paramendoje ne në kryeqytet edhe sot e asaj dite, sepse nuk është kompetencë e nivelit komunal kjo, nuk kemi deponi as për mbetjet ndërtimore e nuk kemi deponi as për mbetjet vëllimore. Ndërmarrja pastrimi, e cila është pastaj përgjegjëse për grumbullimin e mbeturinave të ambisrisë, por edhe të atyre vëllimore, ka pas bërë një deponi që unë gjithëherë kam thënë deponia më e madhe ilegale në kryeqytet, mbrapa stacionit të autobusëve, dhe aty i ka stacionu të gjitha mbetjet vëllimore të cilat i ka grumbulluar në kryeqytet, sepse deponia qendrore, e cila menaxhohet prej nivelit qendror, nuk e ka pranuar këtë lloj të mbeturinave. Do thotë është obligim i nivelit qendror për të krijuar kushtet që qytetarit mund të sillet dinjitetshëm. Ne pam edhe një deponi që e keni krijuar ju dhe morët një urdhër që të mbyllet ajo. Ne duke mos e pa gatishmërinë dhe duke mos e pa asnjë hap, ne kemi edhe shumë deponi ilegale që po na krijohen rreth kryeqytetit. Dhe ne po shpenzojmë me qindra mijë euro çdo vit për t'i larguar ato mbeturina aty. Do ishte krejt ndryshe nëse deponia qendrore do hapte dyert edhe për pranimin e mbetjeve ndërtimore dhe edhe kompanitë e rënimeve, kompanitë e ndërtimit, po edhe qytetarët të cilët bëjnë ndonjë renovim të vogël në shtëpitë e tyre do i dërgonin mbeturinat atje, mirë, po nuk po e krijojnë këtë çështje. Dhe në krejt këtë pamundësi dhe për të dashur sadopak për t'i dhënë një zgjidhje këtij problemi, kryeqyteti me vetë faktin që e kemi pas një deponi për pranimin e dheut, kryetari nxori një vendim që përkohësisht jo si deponi, po vetëm si pik transferi të bëhet edhe pranimi i deponive e mbeturinave ndërtimore dhe i atyre vëllimore. Do thotë të jetë vetëm një pik transferi ku mund të demolohen mbeturinat vëllimore dhe pastaj si të demoluara të tentohet që të deponohen në deponin. Mirë, po edhe kjo siç duket nivelit qendror nuk ju bëri përshtypje dhe e pash në media që kanë pretendime që ta mbyllin.
Do thot nuk i pengojnë mbeturinat të jenë ku do të qoftë në për kryeqytet, nuk ofrojnë asnjë zgjidhje dhe nuk kemi asnjë deponi ku edhe qytetarët dhe kompanitë. Kjo po i bie që qytetari mund të veprojë sipas dëshirës, t'i lë ato ku të dojë sepse s'ka vend. Ne kemi filluar edhe me masa sanksionuese dhe xhobuese, po me të thënë të drejtën. Po si me xhobit, ku me i lanë? Me të drejtën është e padrejtë me xhobit dikon para se më ia kriju mundësinë që ku ti hudhaj. Kështu që në një etapë kur ne e krijuam sadopak një mundësi dhe këtë e lam në menaxhim të ndërmarrjes publike e Gjelbër. Ne pastaj kërkuam prej të gjithë atyre që kanë për të hudhur mbetje ndërtimore apo vëllimore që të shkojnë dhe të bëjnë një kontratë me kompaninë publike e Gjelbër dhe pastaj ato mbeturinat ti transferojnë momentalisht në atë vendin e përcaktuar nga komuna. Mirë po siç duket edhe kjo nuk po ju bën përshtypje niveli qendror, edhe nuk po ofroj zgjidhje, po edhe po bën pengesë e çfarë do tentative për të krijuar sa do qoftë një zgjidhje edhe nëse ajo do ishte e përkohshme. Do të thotë që keni shumë punë, jurojm punë të mbar, mos lodhje. Që kanë pas ta punë, edhe kanë më pas shumë punë, por suksese po ju themi, përgjithësi kemi shumë. Jo suksese gjithsesi, por po besoj edhe një bashkëpunim shumë të mirë me nivelin qendror, sepse në kundërtën problemet veç do të grumbullohen. Kemi bashkëpunim sepse vetëm duke bashkëpunuar me njëri tjetrin mund t'ia lëshojmë punën njëri tjetrit. Përndryshe po i vështërsojmë tepër. Faleminderit për prezencën juaj. Gjithashtu.